Këtë moment na kanë ardhur disa mesazhe. Rudi dhe Mateo janë bëri varur për ju thot njëri. DV në fund. Kush mund të jetë? Kush mund të jetë? D.V. Donaldi. Jo, Lindi. Po Donaldi, pra Donaldi. Se mi e bërti obsesion se emër. O me gjitha le të bëhemi pak serios. Kjo tema tjetër është na ka shkruar dhe emrin, por ne nuk po e themi emrin për çështje privatësie. Jetoj me burrin dhe vjerrën, thot. Ajo hyn në dhomën ton pa trokitur dhe i thot djalit të saj çdo gjë që bëj. Kur ankohem më thot është shtëpia e saj. Kur ankohet në shtëpi thonë që është shtëpia e saj, domethënë është pronarja zonja. Është edhe pronarja zonja. Pronar, shtëpi është problem gjithmonë. Çfarë moshe ka zonja? Shiko, vjerë është, nuk mund të jetë 39. A duhet të dhuroj për hir të martesës apo po humbas veten çdo ditë pak e nga pak? Mund të na shkruani dhe juve mendimin tuaj në lidhje me këtë çështje që ne do të çfarë të bëj zonja në fjalë? 069 55 45 515. Çfarë bëhet në këto raste? Është pyetje. Mateo, mund na japësh një shembull çfarë do bëje ti për shembull? Në këto raste, aspekt shumë i rëndësishëm është edhe aspekti ekonomik, sepse ka diçka që ose ndoshta edhe jo më rud, se edhe mund të zgjedhin që të jetë vjera në shtëpi, se mund t'i ndihmoj me fëmijë. Mund ta helmosh, nuk diskutohet, po që flasim për gjëra legale o burr. Po vajt zet vesh. Jo, po realisht e kuptoj, aspekti ekonomik. Do të thënë është një gjë që nuk di çfarë bën. O vllai, unë do të shkruaj ChatGPT tani. Edhe nga një sekond. Do pyes ChatGPT çfarë duhet bërë në këtë rast. Jo, a ka ndonjë studim lidhje me këtë temë? Në lidhje specifikisht me këtë temë. Ore, nuse vjerr, marrëdhënia, është ja kërkoj diçka shumë klasike. Mua mendimi i parë që më vjen fakt kur e mendoj, them pse jo të heqësh derën e dhomës. Se vjerra aty e ka të gjithë fiksimin. Ta lesh kështu si në western, ma do dyrët që fare asnjë derë, kupton? Po fare, kupton? Do lush me këtë idenë që po inversi, psikologjia e inversit. S'ka derë edhe i mbyll i heq atë derën komplet dhe i mbyll mundsinë, i heq mundsinë tërësisht që ajo të ketë diçka për të kapur, ç'të shumë smart kjo Rut. Unë do rria dhe la kuriqore, nudo, çka ka ai tjetri, më shumë bërë si vjerra ai. I kohë me Cardonaldi aty bën më bërë si vjerra. Heqi xhamin aty. Ta shohim pasqyr jetën. Lutem, dhe nuk i dalloj, kam dhe problem, duket sikur kishte ndëruar Romeo prap. Zot më. Okej. Ka mustaqe. Çfarë thot studimi? ChatGPT-ja, unë e kam pa pagesë, kështu që është i kufizuar në gjërat që thot, dhe mund ta pyes vetëm për 2 gjëra. Ju keni konsumuar 80% të infinitit. Okej, shkurt fare, paska dhe një studim për këtë temë, janë harxuar miliona euro për të bërë këtë temë, është Terry Apter nga Universiteti i Cambridge-it, edhe Cambridge është marrëdhënie nuse vjerr. Shkurt fare, gjetjet kryesore janë që rreth 60% e nuseve raportojnë tension me vjerrën, ndërsa vetëm 15% e vjerrave raportojnë probleme. Do thënë, po vjerrat janë shkaku, mor burrë. Vjerrat janë shkaktarët e zakonisht problemeve. Se vjera ka atë konfliktin, domethënë, flet me veprim, nuk ka nevojë të shpenzojë. Ja më shtrenjtë për një grua shqiptare është e padiskutueshme është djali i saj. Çdo gjë që kërcënon marrëdhënien që ajo ka me djalin e saj është një armik i betuar. Ndërkohë që për gruan, gjëja më e rëndësishme është e drejta e marrëdhënies që ka me djalin e saj, me burrin e saj personal, me djalin e vjerrës. Kështu që dëgjuar atë që thot për shembull të zënt ajo që thot, ajo që mendon gruaja dhe mos zëj ajo që mendon vjerra, sepse kur je jashtë mamaja e çunit, kupton, thot more mos i ndodh ndonjë gjë e keqe, ishte kundërta, në fakt të zënd ajo që mendon gruaja, ndërsa gruaja mendon mos shkon me ndonjërin, mos më tradhon, mos më bën, kështu që logjika është që gruaja do marrëdhënien që ka me ty. Vjera do ty. E vërtet. Dakor, si sot në histori ju komentoni 069 55 45 515, komentoni për të mund vetë në telefonin, sigurisht mund të shkruani mesazh, mund të bëni çfarë të doni. Si sot në histori në vitin 2019 The Weeknd vjen në një periudhë që ishte mjaft e vështirë. Kur the si sot në histori thash mos është ndaj gjë që vjen nga The Weeknd pikërisht në mars ka qenë fillimi i COVID-19, nëse kujtohet 8 mars Shqipëria është mbyllur, pikërisht në këtë periudhë vështirësish frike dhe paniku, The Weeknd, mirë thash, vin me After Hours, një album i cili arriti të klasifikojë në vend parë në të gjitha chartet kudo, si në UK, si në Mbretërinë e Bashkuar, pra si në Amerikë. Po vetë shumë kur flas anglisht UK. Ndërkohë që dëgjojmë pikërisht Weeknd dhe After Hours.